Por seansa u ndërpre pasi mbrojtja e të akuzuarve ka kërkuar përjashtimin e prokurorit të rastit. Sipas aktakuzës së prokurorisë speciale, të pandehurit kanë vendosur rreth 20 kg eksploziv në kanal, duke shkaktuar dëme të mëdha në infrastrukturë, ndërprerje të furnizimit me ujë të pijshëm, rrezikim të prodhimit të energjisë dhe dëm financiar prej mbi 376.000 eurosh. Dy të akuzuarit ngarkohen për terrorizëm dhe armbajtje pa leje, ndërsa njëri prej tyre akuzohet edhe për spionazh në bashkëpunim me shërbimin ushtarak të inteligjencës së Serbisë. Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka njoftuar qytetarët për një bllokadë të paralajmëruar rrugore në fshatin Kastrat të Kurshumlisë në Serbi. Sipas njoftimit, bllokada do të zhvillohet sot nga banorët lokal. Po ashtu, Ministria Punëve të Jashtme këshillon qytetarët që planifikojnë udhëtime drejt këtij segmenti rrugor që të përdorin rruga alternative të tjera për të shmangur vonesat dhe pengesat në trafikun ndërkombëtar. Sipas njoftimit, bllokimi do të zgjas nga ora 11:50 deri në orën 15:50. Ministria bën të ditur se bllokimet të qarkullimit janë paralajmëruar edhe në data të tjera. Me datën 27 dhjetor, qarkullimi do të bllokohet nga ora 11:52 deri në orën 18:52, ndërsa me datën 3 janar 2026, bllokimi do të zgjas nga ora 9 deri në orën 24, thuhet në njoftim. Policia e Kosovës ka njoftuar se në Prishtinë dhe Podujev disa persona u arrestuan për armbajtje pa leje, duke përfshirë pistoleta, fishek dhe mjete të mprehta. Një pjesë u lirua në procedurë të rregullt, ndërsa 2 të dyshuar mbetën në mbajtje. Një aksident trafiku me fatalitet u regjistrua në Graçanic, ku një këmbësor humbi jetën, ndërsa vozitësi u dërgua në mbajtje. Të tjera ngjarje përfshin grabitje në komunën e Ferizajt dhe atë të Kaçanikut, lëndim i rënd trupor u shënua në Gjilan dhe vdekje e një personi në komunën e Prizrenit. Në raport theksohet se gjatë 24 orëve, 32 persona u arrestuan dhe 24 janë në mbajtje, ndërsa u shënuan 34 raste më të lënduar në aksidente dhe u shqiptuan mbi 2300 gjoba në trafik. Policia e Kosovës ka arrestuar 2 persona, një shtetas jordanez dhe një shtetase turke, të dyshuar për veprën penale të kontrabandimit me migrant. Sipas policisë, të dyshuarit kanë organizuar ardhje në shtetasve të huaj nga lindja e mesme dhe Azia në Kosovë për t'i kontrabanduar më pas drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Autoritetet bëjnë të ditur se shtetasi jordanez dyshohet se ka udhëhequr një grup kriminal të mirë organizuar, nga i cili janë përfituar mjete të konsiderueshme financiare, ndërsa gjatë kontrollit janë konfiskuar 53 pasaporta. Të dyshuarit janë dërguar në ndalim për 48 orë. Operatori i sistemit të transmisionit KOST ka thirrur konferencë për media për të prezantuar gjendjen aktuale të sistemit energjetik të Kosovës gjatë sezonit dimëror. KOST paralajmëron për ngarkesën e maksimale të arritur dhe rrezikun e mundshëm të reduktimeve të kontrolluara në rast të mbingarkesës. KOST bën thirrje tek qytetarët, institucionet dhe bizneset për të ulur konsumimin e energjisë dhe për të zhvendosur përdorimin jashtë orëve të pikut për të siguruar stabilitetin e rrjetit dhe furnizimin e pandërprerë me energji elektrike. Është vendosur ngurthemeli në stacionit të ri elektrik në Malishev, një investim ky prej 6.8 milion eurosh për forcimin e infrastrukturës energjetike. Ky projekt lidh për herë të parë Malishevën në rrjetin 220 kV, duke ofruar kapacitet më të lartë dhe furnizim më të qëndrueshëm krahas rrjetit ekzistues. Nën stacioni i ri pritet ta përmirësojë cilësinë e energjisë, t'i ul humbjet teknike dhe ta arrijë sigurinë operacionale, duke krijuar kështu gjithashtu mundësi për integrimin e burimeve të ripërtërishme. Sindikata e re e Kekut ka protestuar ose ka organizuar protest para zyrave qendrore të ndërmarrjes në Prishtinë. Sindikata thotë se kërkesat e punëtorëve për rritje page dhe përmirësim të kushteve nuk kanë marrë ende një përgjigje të qartë nga menaxhimenti dhe institucionet përkatëse.
Organizatorët e protestës kanë thënë se pa punëtor nuk ka energji dhe sipas tyre pa dinjitet nuk ka kek. Dy oficer policie dhe një kalimtar i rastit janë vrarë në një shpërthim në Moskë, vetëm 2 ditë pasi që një general i lartë u vrarë në afërsi në një tjetër shpërthim. Autoritetet ruse kanë thënë se 3 persona përfshirë 2 oficer policie janë vrarë në një shpërthim në Moskë. 2 oficer të policisë rrugore pan një person të dyshimt para një makine policie në rrugën Yeleskaja të qytetit dhe kur ju afruan të dyshuarit për ta ndaluar, një pajisje shpërthyese u deturnua, thot Komiteti Hetimor i Rusisë. 2 oficerët e policisë vdiqën nga plagët e marra së bashku me një person tjetër që po qëndronte aty pranë. Shpërthimi ndodhi pranë vendit ku një general i lartë rus u vra të hënën në një tjetër shpërthim me makinë bombë në kryeqytet. General Lejtnant Fanil Sarvarov vdiq kur pajisja shpërthyese e cila ishte vendosur në një makinë shpërtheu. Zëdhënësja e Komitetit Hetimor Svetlana Petrenko në një deklarat në Telegram tha se çështja penale po hetoi në Moskë lidhur me një përpjekje për të vrarë policët e trafikut. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe zhvillimet e tjera takohemi në edicion në orës 13. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.